Përshëndetje shenja virgjëreshës, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizë miracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 4 kupat, bota, kulla, mbreti i kupave. Gjendja personale më duket si historia e dikujt që ka arritur në fundin e një etape emocionale. 4 kupat shpesh shfaqet kur njeriu nuk ndihet plotësisht i kënaqur. Jo sepse nuk ka asgjë të mirë përreth, por sepse zemra kërkon diçka tjetër. Mund të ekzistojë ndjesia se diçka ka humbur kuptimin ose se nuk po ju emocionon më si dikur. Më pas shfaqet bota, një nga kartat më të rëndësishme të përmbushjes. Bota tregon se një cikël po përfundon. Mund të jetë një mënyrë e vjetër e të menduarit. Mund të jetë një qëllim që është arritur ose një etapë që ka dhënë gjithçka që kishte për të dhënë. Por menjëherë pas botës shfaqet kulla. Shumë njerëz tremben nga kulla, por në këtë pozicion kulla më duket si një zbulim i domosdoshëm. Mund të jetë një e vërtet që shfaqet, që ekspozohet, mund të jetë një iluzion që shembet ose një kuptim i papritur që ndryshon këndvështrimin tuaj. Dhe ajo që më pëlqen është se pas gjithë kësaj shfaqet mbreti i kupave. Dhe mbreti i kupave tregon se pavarësisht ndryshimeve, ju nuk po humbisni kontrollin emocional. Përkundrazi, po mësoni t'i përballoni gjërat me më shumë pjekuri. Duket se një e vërtet po ju çliron nga diçka që nuk ju përmbushte më. Kartat këshillojnë të pranoni ndryshimin, sepse jo çdo fund është humbje. Kalojmë tek familja. Në familje kemi perandoresha, 6 monedhat, heremiti, 2 shkopinjt. Familja duket si vendi ku ju gjeni ngrohtësi dhe mbështetje, sepse perandoresha sjell energjinë e kujdesit, mirëkuptimit dhe afërsisë. Kjo është një kartë shumë e bukur për marrëdhëniet familjare, sepse tregon njerëz që përpiqen të mbështesin njëri tjetrin. 6 monedhat flet për shkëmbim të drejtë, dikush jep, dikush merr, por balanca në këtë mes po ruhet. Heremiti më bën të mendoj se mund të jeni më të heshtur ose më reflektues se zakonisht. Mund të ketë mendime për një vendim të rëndësishëm dhe për këtë arsye ndoshta zhyteni në një distancë të zgjedhur. 2 shkopinjt në fund tregon plane. Unë mendoj se ndoshta pas një periudhe reflektimi me kartën e heremitit, ju po filloni të mendoni më seriozisht për të ardhmen dhe drejtimin që dëshironi të merrni. Pra, në familje duket se ka mbështetje dhe mirëkuptim, por gjithashtu po bëhen plane për një drejtim të ri. Kartat këshillojnë të mendoni për të ardhmen, por pa humbur vlerën e së tashmes. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi karroca, krye priftëresha, djalli, hierofanti. Në dashuri, karroca tregon se situata nuk është statike, pra ka lëvizje, ka dëshirë për progres dhe një energji që kërkon drejtim. Por menjëherë pas saj shfaqet krye priftëresha, edhe kjo më bën të mendoj se edhe pse ka lëvizje, jo gjithçka po thuhet hapur. Ka ndjenja, intuita, sekrete ose gjëra që po mbahen ende në heshtje. Ka më shumë në këtë histori se sa duket në sipërfaqe, sepse krye priftëresha mund të jetë ura mes dëshirës dhe kuptimit të marrëdhënies, që e bën këtë situatë të vështirë për t'u injoruar. Më pas shfaqet djalli. Kjo kartë sjell një tërheqje shumë të fortë, që mund të jetë fizike, pra mund të jetë pasion, fiksim, po për disa mund të jetë zemërim, ngecje, mendime të përsëritura për dikë, ose një lidhje që ka ndikim të madh emocional për ju.
Por ajo që e bën këtë kombinim kaq interesant është fundi, që kemi kartën e Hierofantit. Hierofanti nuk është një kartë për aventura kalimtare. Hierofanti flet për seriozitet, flet për vlera, angazhim dhe stabilitet. Dhe kjo më bën të mendoj se historia nuk ka të bëjë vetëm me pasionin. Pra, duket se një lidhje ose tërheqje e fortë po kalon nga niveli i dëshirës drejt pyetjes më të rëndësishme që është: a ka kjo ndjenjë, person apo marrëdhënie potencial për diçka të qëndrueshme? Pra, si kur ju po pyesni veten në këtë formë. Prandaj, kjo nuk më duket si energji sipërfaqësore. Më duket si një proces ku emocionet, intuita dhe vlerat po përplasen për të gjetur drejtimin e duhur. Kartat këshillojnë të ndiqni intuitën, por të mos harroni realitetin. Kalojmë në punë. Në punë kemi mbreti i shkopinjve, mbreti i monedhave, drejtësia, 7 kupat dhe dielli që ranë të dyja njëkohësisht. Në punë, kjo duket si sfera më e favorshme e interpretimit për ju, sepse kemi 2 mbretër së bashku, që tregojnë pjekuri, tregojnë kompetencë dhe aftësi për të menaxhuar situata të ndryshme. Mbreti i shkopinjve sjell vizion dhe iniciativë. Mbreti i kupave sjell diplomaci dhe inteligjencë emocionale. Drejtësia tregon se vendimet po merren mbi baza të forta dhe të drejta. 7 kupat tregon se ka disa mundësi ose alternativa përpara jush. Dhe mbi të gjitha, në fund shkëlqen dielli. Dielli është karta e suksesit, karta e qartësisë, optimizmit dhe rezultateve pozitive. Duket se mundësitë janë të shumta, por njëra prej tyre ka potencialin t'ju sjellë kënaqësi të vërtetë. Kjo është një nga kombinimet më të mira që mund të dalin për punën. Kartat këshillojnë të zgjidhni një drejtim dhe mos u shpërqendroni nga shumë mundësi. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi idejimi. Kjo kartë tregon se jeni në një fazë ku po lindin ide, plane, frymëzime dhe vizione të reja. Ndoshta jo të gjitha mund të realizohen, por disa prej tyre mund të ndryshoj rrjedhën e javëve ose muajve të ardhshëm. Ndaj mos e nënvlerësoni një ide vetëm sepse është ende e vogël, sepse gjërat e mëdha shpesh fillojnë si një mendim i thjeshtë.